Në Prishtinë erdhen nga shumë vende evropiane e botërore. E nga diplomatët kosovar që shërbejnë në misione ndërkombëtare, ka një kërkesë ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu. Ajo në edicionin e 9 të konferencës së ambasadorëve të hënën apeloi që ata të adresojnë të BM-at e Serbisë, që sipas saj janë sfida kryesore e Kosovës në politikë të jashtme. Ndërhyrja e anjanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë. Për Serbinë foli edhe kryeministri në detyrë, që shtoi se zgjerimi i kapaciteteve ushtarake nga Beogradi nuk bëhet pa shkas. Një strategji më e gjerë politike dhe diplomatike, e cila lidhet drejt për drejt me synimet e saj hegemoniste karshi rajonit tonë, e veçanëri Kosovës. Këtë shtet si burim kërcënimi për Kosovën e sheh edhe kryediplomati kosovar që përmendi aleancat e vendit me ndërkombëtarët. Antarësimi në bordin e paqes i themeluar nga presidenti Trump dhe dërgimi i ushtarëve të forcës së sigurisë të Kosovës në Gaza në kuadër të trupës paqëruajtëse janë dëshmi e orientimit dhe e lojalitetit tonë ndaj këtij partneriteti që e kemi. Teksa tha se ka komunikim të shtuar me vendet mosnjose të Kosovës që kjo të ndryshojë.